Në takimin e parë të thirrur për vitin 2014 nga Ministria e Arsimit, Konfederata dhe Sindikata e Arsimit përplasen në zyrat e këtij dikasteri për kontratat kolektive të nënshkruara 3 vite më parë. Megjithse Ministre Lindita Nikolli takimin e parë e kishte thirrur për të diskutuar problemet në sistemin arsimor me të gjithë sindikatat, Xhafer Dobrusha, kreu i Federatës së Sindikatës së Arsimit dhe nënshkruesi i këtyre kontratave, nuk ka pranuar që në të njëjtën tryezë diskutimi të qëndrojë dhe Kol Nikolla, kreu i Konfederatës së Arsimit. E detyruar nga këto rrethana, Ministria ka zhvilluar takime të veçanta me dyert të mbyllura për problemet e arsimit me Konfederatën dhe Sindikatën e Arsimit. Përplasja midis këtyre dy zëdhënësve dhe mbrojtësve të problemeve të arsimtarëve ka ndodhur për shkak të kontratave kolektive formale, ku sipas Kol Nikollës kanë qenë të njëanshme dhe në favor të ministrisë dhe ish qeverisë Berisha. Ne nuk kemi qenë nënshkrues një kontrate formale kolektive të nënshkruar përpara këtë vit, e cila mbaron këtë vit. Duke mos qenë nënshkrues të asaj kontrate që nënshkruat herë, detyrimisht atë pala klientele ish qeverisë kaluar, zoti Dobrusha dhe zoti Kruja, pretenduan që nuk duhet të jetë Konfederata në këtë takim, sepse ata kanë sekrete me gjitha qeveritë dhe po përpiqen të penetrojnë dhe me këtë qeveri. Kreu i Konfederatës së Arsimit Kol Nikolla e ka cilësuar ligjin e ri për përzgjedhjen dhe konkurset për mësuesit si të pastudiuar mirë, teksa deklaroi se një mësues nuk ka nevojë për konkurs, pasi ai e ka kaluar këtë fazë me një diplomë dhe licencë për ushtrimin e profesionit, por edhe eksperiencën e madhe në ushtrimin e profesionit që ka. Spari ka probleme në implementimin e ligjit të ri. Është një ligj i cili si mas nesh ka qenë i parakohshëm dhe jo i studiuar mirë. Nuk duhet që mësuesi të nënshtrohet një konkursi për sa i përket problemit. Nëse është një vend vakant, e prori drejtori zonal apo kush do të qoftë pa konkurs, mësuesi ka marrë licencën për mësues, nuk ka çfarë konkursi patjetër. Kjo është për të nxjerrë çime nga çulli, sepse bësh konkurs për një mësues i cili ka 20 apo 30 vjet punë, ka marrë licencën e arsimtarit, ka edhe shkollën, besoj që është akord. Është thjesht propagandë. Ne sot kemi mbi 60-70% të arsimtarëve në gjithë Republikën të antarësuar me karta identiteti në Konfederatën e Sindikatave të Shqipërisë.